Agim Ramadani si shef I shtabit operativ, cili ka komandu me gjithë komandantat, mirë po as Agimi, as një komandant tjetër s'ka marrë pjesë në vëzhgime. Këta po du me thonë, jo për me minimizu Agimin, po për me rritë se Agimi ka pas detyra me na dhonë, e jo me roli im në betejën e Kosharës, para thyrës të kufirit. Kam qenë përgjegjësi I vetëm dhe kryesor për vëzhgimin e territorit të Kosovës, cilin vëzhgim e kemi bën në mënyrë sistematike 2 muaj para thyrës kufirit, pas krijimit të situatës brenda në Kosovë nga kasapi Milošević, ku në mënyrë sistematike ka bën dhe krime dhe në fëmijë, gra dhe pleq dhe handicap. Roli I hoxhallarëve në betejën e Kosharës faktosh që ka qenë pozitiv, ka dhënë moral të shqiptarët, të pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Roli im në betejën e Kosharës, para thyrës të kufirit, kam qenë përgjegjësi I vetëm dhe kryesor për vëzhgimin e territorit të Kosovës, cilin vëzhgim e kemi bën në mënyrë sistematike 2 muaj para thyrës kufirit dhe ku bën me nisin Kobra, cilën e ku më dheqone gjatë vitit 99 nga Agim Ramadani jam caktue, ku shef e kum pas Agimin dhe njëkohësisht kam qenë edhe zavendës I Agim Ramadanit. Përpos ata djemë të mirë që kum pas me kry vëzhgimet, ku në pjesën e fundit nav kanë bashkangjit për me ja sqarue territoret dhe njësive tjera ushtarët më të mirë cilët I kanë pas komandantë tjerë që I kanë dërgu nën komandën, do me thonë përsëritimin, për vëzhgime, gjatë betejës ushtarake, gjitha sulmet befasuse, të fuqishme dhe cilat I kanë pru vdekje të shumta dhe forcave armike sërbe, kemi marrë pjesë edhe ne Kobrat. Këto janë kode në ushtri të rregullta dhe në përgjithësi ngjiten sipas njësisë dhe komandanti do me thonë që caktohet me udhëheq atë njësi, e merr në emër të njësisë. Momentin që më caktu komandanti Kobrave gjatë vitit 99, fillimisht, po dëshira do me thonë e Agimit ka qenë që une të kodona me nofken Kobra, me qenë se une e ku marrë nofken e djallit tim, Fitimi, komandant Fitimi, me 11 prill Agim Ramadani këtë nofkë pasi që nismi nga kazerma cilin e kemi marrë nga ushtria sërbe, e më pagëzon me nofken Kobra. Si kemi qenë si kompani vëzhguese diverzante për operacione speciale, mirë po numrin e ushtarëve kemi pas në thyrjen e kufirit 11. Një ka vepruar në krahun e djathtë, ka qenë nën komandën e drejt për drejt të Rustem Berishës, Bajram Eziri dhe 10 ushtarë kanë qenë me mu, e 11 e unë 12, në thyrjen e kufirit. Dhe është mirë çdo komandant me dalë me tregu sa ushtari ka pas në sulm ditën e thyrjes të kufirit. Pas krijimit të situatës brenda në Kosovë nga kasapi Milošević, ku në mënyrë sistematike ka bën dhe krime dhe në fëmijë, gra dhe pleq dhe handicap në gjithë popullatën shqiptare dhe vetmja mënyrë ka qenë që të krijohet një korridor për furnizim me armatim njësive brenda Kosovës, shtabeve, zonave dhe brigadave që kanë vepruar brenda, më afrue dhe armatimi dhe me ardhë edhe një ndihmë për me ndihmue popullatën civile. Betejë me sulme ushtarake ka filluar me 9 prill. Vëzhgimet kanë qenë në mënyrë sistematike se
Këto njësi të grupit operativ 3, cilat kanë vepru si brigada gjatë vitit 98, ku ka qenë brigada 131, 134 gjatë vitit 98 dhe 132. Në pjesën e partë mujtë shtator, do me thonë ose fundi mujtë gusht, dhe një kompani vëzhguse diverzante cilën e avansojnë batalon diverzante vëzhgus ma vonë si Delta Forca që njët, këto kanë morë pjesë në thyrjen e kufirit. Mirë po, vëzhgimet jënë krye ekskluzivisht nga une me ushtarët cilët i ka pregadit gjatë vitit 98, Agim Ramadani si shef i shtabit operativ, cili ka komandu me gjithë komandantat, mirë po as Agimi, as një komandant tjetër s'ka morë pjesë në vëzhgime. Këta po du me thonë, jo për me minimizu Agimin, po për me rritë se Agimi ka pas detyra me në dhonë e jo me marë pjesë në vëzhgime, po shot disa komandant në për emisione po kanë dëshirë mu bon pjesë e vëzhgimeve. Fakt është që gjatë luftimeve edhe njësit i kanë vëzhgust e vetë. Mirë po, vetëm një njësi, vartëse e GO3, shqit grupit operativ 3 që formohet si brigad nga shtabi përgjithshëm komandanti atëherë Agim Qeku me 10 maj 99, me 11 maj dikun apo 12, pakzohet nga strukturat e GO3-shit me emrin e Agim Ramadanit. Me Agim Ramadanin do me thonë të nesërme na vazhdojmë mirët objekti që e thash, pas marrjes të objektit Agimi vjen të kazerma, dikun pas një ore ma tepër, shihemi aty. Mirë po, me qenë se jemi në emision shkurt, këtu mos me zgjatë se muj me dhonë dhe detajet. Gjitha kryesore me 11 prill, ditën e rënjes sot, që jemi 26 vjetorin, kemi qenë bashkë nga kazerma me Agimin, ku pikërisht atë ditë e pranoj pakzimin e kodit ose nofkës Kobra. Në bazë njësisë në radiolidhje mund dëgju si Kobra. Edhe nga kazerma deri në ras me ushtarët që nisemi, gjatë rrugës takojmë edhe Gjemal Fetau, në Sena Liqka, në cima ka qenë me pseudonimin Gjemal Fetau, cili ka qenë njeri shumë i fuqishëm dhe advetar, s'me sa e di ka ardhë për Suediz, edhe ata kthehen me neve deri në rast takojmë komandantin veteranin Sali Qekun, pikërisht komandantit Sali Qekut ja dhuroj në rast një çantë të ngjashme si kjo, të komandantit serb të kazermës, me dokumenta. Edhe pasi ja dhuroj, ai atë çantë ato dokumenta i kanë shfletuar normalisht, mirë po ne atë ditë nismi në detyrë të rëndësishme që t'i marrëmi pozicionet së bashku me Agimin ku na kanë bashkangjit dhe ushtarët e komandantit Lonit që ka ardhur njësia prej shtabit përgjithshëm Tuçukës për me marrë pozicionet e fortifikume dhe komanduse në vijen e dytë në Zhare, ku i kanë pasë në vijen e dytë edhe pjesën e artillerisë me 3 minahesa në Oplaz. Si pas Agimit, atë ditë është dashtë që Delta Forcat të vinë t'i marrin në pozicionet në Oplaz, ne në Zhare dhe krahu i gjatë i yni dhe i majtit i Delta Forcave të bashkohemi dhe të vazhdojmë gjosa jashtësh për me marrë dhe Junikun. Mirë po, në luftë ndodhin ndryshimet në qast, me qenë se sulmojnë pozicionet tona, Agimi vendosë që t'i kthejmë ndihmë, ku ma jep mua radiolidhjen kryesore, një Motorola e mban vetë. Qasje direkte nga i moment unë Agimi s'kemi pas, mirë po
Dhe mu mbetet detyra kryesore asgjësimi i forcave që kanë dhënë mbështetje dhe kanë garantu pozicionet tona në ras ditën e 11 prillit, ku atë ditë me një sulm befasus të fuqishëm brenda minutash kemi asgjësu atë njësi ku kanë pas të vramë dhe komandantin cili ka pas kodin, se na i kemi përgjuhë dhe një për radiolidhjet e tyne, Jaguar, edhe të në një qenë, unë se kum ditë që qeni atë ku ka qenë me nofken edhe me gradën major qeni Lister, kodi Lister, edhe disa ushtarë mirë, po forcat sërbe gjithherë e minimizojnë numërin e të vramëve, numëri është shumë i madh, ku kemi tash edhe mundësinë edhe kemi ndëgjuar që ka të vramë edhe të tjerë për posë sërb në anën e tyre, ku kanë qenë të shërby edhe ushtarë të rregullt nga Malizia apo nga Sanxhaku me origjinë edhe shqiptare, po ka pas edhe individ edhe nga Kosova që i kanë shërbye asaj ushtria atë kohë, cilët kanë qenë shqiptarë të përshtatshëm për pushtuesin sërb. Ka edhe të vramë. Edhe kryesore atë ditë na kobrat kthehemi pa asnjë humbje në bazë, mirë po në vijat e para pasi kthehemi e kuptojmë nga Saliu se Agim Ramadani ka ra dëshmor. Nga vendi i rënjes ku ka ra, duhet ata ushtarë që kanë qenë me ta të rrëfejnë dhe të rekojnë në mënyrë detaje si ka ra. Kryesore nga rasa deri në objektin e kazermës që kemi marrë një ditë më parë, kanë marrë pjesë edhe ushtarë të Kobra edhe tjerë ku ka qenë edhe Gjevat Ibraj nga pikërisht fshati Koshare, e lindën me origjinë saadione dhe ka qenë si polic ushtarak saadione. Atë kohë edhe me 12 prill përsëri kemi vazhdu ne Kobra të mi kthye në rastin Isni Rama raketa unë edhe tjertë, mirë po disa kanë pësue disa plagë. Agim Ramadani ka qenë vërtet një njeri i shkath, i gjallë, energjik, edhe pse nuk ka qenë me trup i zhvillum apo në gjatësi shumë lartë, mirë po ka qenë nga intelekti shumë i zgjut. Ka qenë i shpejt, mirë po unë po flasë për pjesën gjatë betejës së Kosharës. Fatkeqësisht ditën e 11 prillit, ballavaqimin e parë, ai bie dëshmor. Që dim, shumica e hoxhallarëve kanë marrë pjesë edhe qoftë në luftën Kosovës, qoftë betejat e Kosharës. Mesin e tyre në betejën e Kosharës ka qenë edhe doktor Shevqet Krasniqi, po edhe shumë luftëtarë tjerë që kanë qenë edhe hoxhallarë. A mundeni më na tregu për rolin e tyre në betejën e Kosharës, rolin e tyre në çlirimin e Kosovës ndaj serbëve? Roli i hoxhallarëve në betejën e Kosharës faktosh që ka qenë pozitiv, ka dhënë moral të shqiptarët, të pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këta janë të kyçur në luftime në muajin maj, në fillim të muajit maj, edhe pikërisht nga une me datë sa dije 3 maj është kërkue komandantit tyne t'ja sqaroj vijen e parë ka rasa, vetëm po flasë për drejtimin në ras dhe ku shtrihen forcat sërbe. Ka qenë një komandant që kanë thonë është me origjinë turqisht, ka përkthy një shqiptar nga Shqipja që kun folon në turqisht dhe me 5 mars këta marrin 5 maj në fakt kyçen luftime dhe atë ditë bie një numër dhe i tyne ku
janë zhvillu luftime shumë tashpra, me ta ka komandu nga distanca Fadil Hadergjoni, se ku i kemi dëgju përmes radiolidhjes. Kam kërku une që ata të pozicionohen, që i pase përkthyesi shqiptar. Lajmërojke se u vran 2, u vran 3, u blagosën, edhe kum kërku të pozicionohen që t'i sulmojnë nga ona e si për me. Pikërisht kam kërku nga Fadili mu koordinu. Ka thonë ju vetëm mbani pozicionet dhe vazhdoni, në këtë pjesë është gjithçka në rregull dhe ma tepër nuk kam çka thonë për Shefqetin se gjatë luftës ndoshta imi takue, ka po e kum po se moj men.